SBA-t po përdorin marrëveshjet e blerjeve dhe financimin e mbështetur nga shteti për të konkurruar me afat të shkurtër Kinën në sigurimin e furnizimeve me bakër afrikan, kobalt dhe minerale të tjera, thanë diplomatët kësaj jave. Fokusi i Washingtonit është e Zambia, Guinea dhe Republika Demokratike e Kongos. Kjo e fundit përbën më shumë se 70% të furnizimeve globale të kobaltit dhe prodhoi rreth 3.3 milion ton metrik bakri në vitin 2024. Megjithatë, në vend që t'i vendosë operatorët amerikanë në vendet me risk të lartë, SBA-t po anojnë drejt marrëveshjeve me kompanitë shtetërore minerare vendase për ta tërhequr prodhimin që deri tani furnizon për punuesit kinez për SBA-n. Ne tashmë po shohim angazhimet e SBA-s që po riformëson rrjedhat minerale nga Afrika, tha Thomas Kurfjeld, një analist i treggjeve. Sipas tij, SBA-t po investojnë para, por mbetet për t'u parë nëse mund të konkurrojnë me shkallën dhe shpejtësinë e Kinës. Si Washingtoni ashtu dhe Pekini pritet të kërkojnë angazhime të reja në eventin e minierave në Cape Town këtë javë. Firmat kineze ende kontrollojnë shumë nga asetet më të mëdha të bakrit dhe kobaltit në Kongo dhe e kanë drejtuar pjesën më të madhe të prodhimit në Kinë për rafinim për më shumë se një dekadë. Për te i bakrit dhe kobaltit, Kongo po shfaqet si një furnizues i zinkut, germaniumit dhe galiumit.